Vetëndosje ima. Tash e 3 ditë politikani serb i veriut të Kosovës Aleksandar Arsenijević nuk është dështuar tek organet e drejtësisë. Në një pronë të tij u gjet një arsenal armësh. Institucionet e sigurisë së Kosovës kanë dyshime të bazuara se Arsenijević ka lidhje me grupe kriminale serbe. Në pistën e hetimeve është pronësia e veturës të cilën prej disa kohësh e ka në posedim Arsenijević. TVN ka siguruar dokumentin e regjistrimit të kësaj veture të tipit Passat. Aty shihet se pronari i veturës është i akuzuari për sulmin terrorist në Banjë të Zveçanit, Nemanja Radivojević me Novkën Gandi. Me këtë veturë, Arsenijević është ndaluar shumë herë nga policia e Kosovës. Madje, TVN ka siguruar edhe një gjobë e cila i është shqiptuar Arsenijevićit për mungesë të patent shoferit, duke vozitur veturën e Radivojevićit, i cili prej 24 shtatorit 2023 është i pakapshëm për organet e rendit. Për këtë çështje TVN ja ka dërguar disa pyetje Arsenijevićit. I njëjti i ka dërguar disa përgjigje, të cilat më pas i ka fshirë, duke konsideruar raportimin si gazetari jo profesionale. Në anën tjetër, ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Sfeqla, i pyetur nga TVN për këtë rast, ka thënë se i njëjti sipas dëshmive dyshohet se ka lidhje me grupe kriminale. Pjesë e hetimeve gjithëpërfshirëse, është e qartë se kjo është pjesë e grupeve të ndryshme, të cilët herë janë marrë me krim, herë janë marrë me terrorizëm. Ky ka tentuar që me ndërtu një imazh të kinse një opozitarit, po realisht dëshmitë, faktet tregojnë se ky është i përfshirë në aktivitete kriminale terroriste dhe duhet sa më parë që të përgjigjet para ligjit duke u dorëzuar dhe pastaj prokuria së bashku me policinë të procedojnë rastin. E zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut Veton Elçani ka thënë se Aleksandar Arsenijević duhet të dorëzohet sa më parë për të dëshmuar për veprën penale, në të cilën ngarkohet aktualisht.